në tim dhe për shkak të nuk ka po themi ende një vendim për çështjen e fjalë, ne nuk mund të shprehemi për shkak se pra ti e di kemi frikë se na presin nga jashtë oficerët pastaj na shoqërojnë. Ti e di vetë emrin. Besoj që po. Beson që po. Në fakt, cilat janë rastet duhet hyni në ditë. Edhe rastet, çfarë historie kam nga rastet e mbrojtjes dëshmitarëve, por po i lë për pjesë 2 dhe pjesë 3 që mos e zgjas, më kam dhe një pyetje tjetër që lidhet. Zoti Klosi, nga koha që ju keni qenë drejtuesi shërbime deri tani, sa është sofistikuar krimi organizuar në Shqipëri? Kam shumë vite që kam ikur në detyrë dhe s'mund ta di. Po e keni ndjekur një pjesë veçare po. Kam ndjekur në media, si e ndjekin gjithë qytetarët. Periudhën që keni qenë atje, dhe as brenda Shqipërisë. Sigurisht është sofistikuar, si gjithë gjërat, jo vetëm krimi. Por fakti që shqiptarët tani gjenden gjithkund, edhe po dëgjojmë në lajme që kapen në Itali, kapen në Belgjik. 60 raste, nuk e di numrat, po në 3 muaj në Holland. Tregon që se të gjitha krimet e rënda praktikisht nuk janë të lokalizuara vetëm në Shqipëri. Bëhet fjalë për trafiqet. Në kohën që kam qenë unë ka qenë trafiku i njerëzve. Për trafiku i njerëzve fillonte në Kinë dhe përfundonte në Itali. Ishte një rrjet ndërkombëtar që merresh me këtë punë, shqiptarët kishin pjesën e tyre në këtë rrjet. Pastaj erdhi trafiku i drogës. Droga, kam fjalën jo për drogat e sotshme të lehta, për cilat po diskutoj shumë, po për heroinën. Nisesh nga Afganistani dhe përfundonte në Londër. Edhe në këtë lloj trafiku, një rrym kalonte në Shqipëri dhe kishin dhe shqiptarët pjesën e tyre. Që merrnin përsipër që e merrnin që në Turqi shqiptarët. Ishte një rrjet ndërkombëtar trafiqesh. Shqiptarët me sa duket fituan eksperiencë në këto punë dhe sot janë bërë mbas edhe të pavarur. Që ne e dëgjojmë gjithandej pra ka ndërtuar linjat e veta. Ti e dëgjoj që në Torino kishin zbuluar mbjelljet e hashashit nga shqiptarët. Po, brenda po në rrethet e Torinos. Janë gjëra që tregojnë sofistikim. Të guxojnë shqiptarët të vend të marrin një tokë në një pyll afër Torinos. Është vërtet kishë marrë shtëpi në Angli. Kurajo e madhe. Është kurajo. Kjo kurajo nuk është kështu havadan, po është një kurajo mbështetur mbi eksperiencën, mbi paratë që kanë në dispozicion, mbi rrethet që kanë krijuar. Do të thonë është një kurajo mbështetur mbi fakte. Se ata tani janë bërë specialistë, janë profesionistë. Edhe ti e thënë që përpara. Krimi është gjithmonë një hap para. Patjetër. Forcave që përpiqen ta. Aq më tepër kur krimi është një para në teknologji që e din të tërë, ata janë para nesh në teknologji, është një para se ai ka efektin surprizë, ai e organizon dhe ti duhet të shkosh nga mbrapa, si redhim je ti që normalisht je mbrapa ti, e plot gjërat kësaj natyre, kështu që edhe pa e ditur unë mund ta them dhe po e thon këta që merren aktualisht me krimin që është sofistikuar dhe ka shkuar përpara. Sigurisht ka shkuar përpara. Ka shkuar përpara në çfarë niveli është? Nuk shtrohesh. Në kohën tonë kaq e fortë çështja e bashkëpunimit politikës me krimin. Jo, nuk e kena pas. As prania e krimit në nivelet larta politike. Nuk e kena pas këtë problem, me thënë drejtën. Do të thonë, edhe politikanë kanë qenë më pak, nuk vinin politikanë ishin nga rrethet akademike në përgjithësi, po të shikosh parlamentet e para. Ishin plot gjëra. Kriminalet ishin fukarej atëherë. Unë nuk po bëj analizë. Ishin në fakt shkollë, pas kemi bëjmë analizë, po unë po të bëj ishte një problem atë se deputetët ishin me shkollë në atë kohë. Po plot pra këtë po them. Dhe kriminalet varfër. Niveli i parlamenteve ka ardhur duke zbritur. Dhe tani për fat keq po shkon edhe drejt krimit. Mirë që po zbret nga pamja kulturore dhe profesionale. Ndërkohë që niveli i përgjithshëm i popullatës rritet në nivel kulturor. Nuk besoj. Përshtohen studentët, shtohen më shumë. Jam dakord, jam pedagog në universitet, bëra 48 vjet jam pedagog në universitet në një shtator. Jo, flas niveli